Sa herë të mërziteni dhe jeta tu si e dallgë, kërkoni në përvargje, do gjeni në përfjalë atë që trashëgim ju lamë dhe do më keni pranë. Korça i është bashkuar festimeve të ditës botërore të poezisë. Klubi i shkrimtarëve Bota e Re zhvilloi një aktivitet letrar, ku mblodhën poet, autor dhe të rinj të apasionuar pas fjalës artistike për të përkujtuar rëndësinë e poezisë në jetën kulturore. Të bukura janë të gjitha poezitë që shkruajnë. Vlerësoj çdo njeri që ulet dhe shkruan dy vargje për jetën e përditshme, që shkruan dy vargje për miqësinë, për dashurinë, por ka ca poezi të fuqishme që ju kanë mbijetuar kohërave, që kanë mbetur në letërsinë botërore, që kanë mbetur si frymëzim për njerëzit. Kjo është poezia e fuqishme. Një ditë ku lulet tashmë kanë çelur, një ditë ku shpirtrat fillojnë dhe gjallërohen, një ditë kur gjithçka rilind, nuk mundet të mos kujtohet, nuk mund të mos deklamohet nëpërmjet poezive që autorët kanë sjellë sot për të recituar. Është një ditë e cila përmbledh në vetvete edhe një mjedis të bukur, një mjedis paqeje, sepse vetë Pablo Neruda ka thënë që poezia është një akt paqeje. Gjatë aktivitetit, pjesëmarrësit interpretuan poezi me tematika të ndryshme, që nga dashuria dhe jeta, deri tek sfidat e përditshmërisë dhe reflektimet mbi shoqërinë. Korça është një qytet që e do poezinë dhe çdo vit sjell tashmë si një traditë të konsoliduar Netët Korçare të Poezisë, një festival mbarkombëtar të themeluar nga një prej emrave të njohur të poezisë shqiptare, liriku korçar Skënderusi, ku shpaloset krijimtaria e poetëve shqiptare të huaj.